Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re. Unë quhem Majlinda, për ju që keni rastisur e më shikoni për herë të parë, dhe nëse ju pëlqen video ose nëse keni dëshirë, mund të bëni një subscribe. Bëm tani 2 javë, më duket, pa hedhur video dhe vetëm sepse jam bërë për tace, sepse kemi pasur shumë gjëra për të filmuar. Kjo ka qenë java jone pushimit, edhe unë dukem mjaftueshëm, pushueshëm në fytyrë, kam përshtypjen. Kam fjetur mëngjeseve, jam zgjuar me ngadalë, kam qëndruar në krevat deri në orën 9-10, edhe realisht e kam shijuar dhe kisha nevojë për këtë, ashtu siç ndonjëherë kam pushuar edhe pas diteve në divan. Ka qenë javë produktive, po themi, si e pa planifikuar, kështu që jam e lumtur për këtë. Po mundohesha të mbyllja një slot për një takim për pasaportën e Alinës në ambasadë greke, që do provoj prapë të premten, por nuk e mbylla dot, kështu që nuk kisha rezervuar diçka më përpara, sepse nuk e dija çfarë dite mund të qëllonte nëse do qëllonte. Edhe tani i bie që ta mbyll përpashk, sepse i bie të humbim një ditë pune, se duhet jemi dhe unë edhe Erioni, të paktën unë ta kem pushim. Ose nuk e di, mbase edhe marrim leje, nuk e di ta shikojmë, se nuk është edhe urgjente, po e mira është që t'jetë pasaporta më përpara, se i bie që të priten biletat në moment të fundit, se pasi të merret pasaporta, do bëhet update në e-visa, që mund të bëhet për një ditë ose për 2 javë, kështu që i bie që biletat të priten në moment të fundit, që i dim të gjithë se janë në stratosferë çmimet. Por kjo është arsyeja që nuk kisha bërë booking diçka më përpara, por shkoi shumë mirë sepse e alternuam javën, po themi. Sot që është e njëjtë, nuk kishim për të bërë asnjë gjë dhe është mirë sepse edhe Reli tha arrim një ditë në shtëpi që vetëm të pushojmë. Nesër kemi për të shkuar për pica dhe pastaj tek Upside Down House. Pastaj të dielën Alina ka parti me shoqen, Reli mund të bëj diçka me Erionin, ose të shkojnë çikën në një film, ose që ta dini gjithmonë dos kapuç kur nuk i kanë flokët në terasi. Ose është fundjavë, ose balukët kanë zënë sipas qefit vet, edhe është ftohtë, kështu që kam vënë pakës fare make-up. Vetullat i kam në terezis, ju kam bërë asnjë gjë, përveç se i kam pastruar. Kjo trikoja me qëralafi është kështu si material i lesht, por është kaq e butë, kaq e ngrohtë sa nuk e imagjinoni dot. Edhe thash po e vesh sot me ca xhinset e zeza të gjëra. Kam bërë të thonjë gri. Sot më trembe, more. You are so annoying. But I love to be annoying. No bags. Bye, Roy. It's okay. I've got my coffee. Kujtojnë se i hedh ushqim o mami, se është gjuna. Shiko si afrohen. I'm trying to figure out what kind of sock is that. Well, nga zëri nuk e dalloj dot Alina. Edhe po ta shikoj, nuk është që ju a di emrat. I know what a magpie is. The magpie Does is have a song? ftohtë. Kur e them për baluket keq, do me thënë që zenë sipas qefit tyre, prandaj mbaj kapuç. Anyway, sepse do futem bëj një dush pastaj, por shpenzuam një 2 orë të mira jashtë.
Një orë aty në kafe, lexuam librin, ndër Aeli, Alina, po na bestiste pak, po hajt. Jam me vete kur po bëhesha gati edhe po lyesha, po rregullohesha, por ndërkohë duhet të përfundoja videon që ju me siguri e keni parë. Edhe kështu që nuk më doli kohë t'i bëja njëkohësisht, edhe thash po vishem. Shkojmë për pica në fillim, edhe pastaj të shkojmë tek Upside Down House, që në fakt nuk kam parë fare sepse janë disa. Kjo është në Westfield. Mund të kisha hedhur një sy se çka ka kjo shtëpia për të pas edhe ndonjë ide për foto ose gjë kështu. Anyway, gjitha mobiljet janë në tavan. Edhe thjesht duhet të kemi kujdes kokën. Jo që jam ndonjë 2 metroshe unë, po hajt më. Schiffer. Not matching with this. Wow, po fundin. E haroj fundin, Alina. Doli me keta. Patjetër që kemi nazet për veshjen edhe për çdo gjë tjetër tani, dihet ajo. And Ku është rrethim? Kisha unë kështu një shkëlqyes për buzët, mund ta marr me vete. Edhe voila, ka diell, thot që do ketë shi, nuk e dim, çrëndsi ka. Më prish pak punë se s'dua të marr xhupin e madh me kapuç, por a shi, por anyway. Unë jam mësuar tani dal në rregull nga shtëpia edhe vi me flokët ose në përshi ose të lidhura ose të çakardisura, por që është okay. Ndërkohë ngjyra që kanë flokët tani më pëlqen shumë sepse duket e kuqe edhe kur nuk është diell, kështu që do marr gjithmonë atë tonalitetin më të hapur që mora herën e fundit. Doja t'ju tregoja, domethënë unë nuk është se jam dobësuar, por nga gjenetika Belin e kam gjithmonë edhe kur shëndoshem më të hollë se pjesën tjetër të trupit. Por kanë të bëjnë shumë gjinset, se tje kisha veshur ca gjinse që unë ja buroj se janë komplet të gjëra. Edhe i kam shumë qef. Por që më nxjerrin 7 fish më shumë se që jam. Kurse këto që kam veshur tani janë me prehër të lartë, edhe më nxjerrin goxha më të ngushtë, më mbledhin poshtin të gjëra, por prit se nuk duken. Ta provojmë një herë këtu. Ja. Prap nuk duken. E shikoni, janë të ngushta këtej. Në të gjëra pastaj poshtë. Por që më mbledhin goxha. Edhe kështu më pëlqen pastaj kur edhe rrobat tregojnë një çikës më mirë se vdiqëm me këto kilogramet e shkreta. Por yes, ka të bëj shumë se çfarë veshim. Për shembull edhe krahët, kjo trikoja më tregon shumë më të dobët se trikoja e lesh që kisha veshur dje, por nuk është të thënë, nuk jo gjithmonë do vishemi në formën më të mirë, jo gjithmonë do dukemi në formën më të mirë. Kam bërë paqe me këtë tashmë, ashtu siç kam bërë paqe me super rëmujën që kam këtu përballë. Dhe veç që po flisja për peshën, për mëngjes, hëngra nga që nuk ka do të gjallë, po se tost me djath, me salam, ose vezë, buk me vezë, ose ku dion qumësht, kos, tërshër. Edhe thasht mos bëj tërshër se do më mërzitet, se do e bëj gjithë javën tjetër që ta kem gati, ose disa ditë se jo gjithë javën. Edhe hëngra buk me sheqer me vaj, ulliri. Ka qenë e preferuara ime kur kam qenë e vogël, edhe sepse e merja në dorë bukën dhe dilja jashtë në lagje për të lozur, e nuk më iknin minutat që t'ulesha dhe t'haja në tavolinë, kështu që i hidhja sheqer bukës, domethënë buka ishte e gatuar vetë nga mami, që edhe pse në atë kohë nuk është se na pëlqente shumë, donim atë bukën e blerë që ishte si kasht në dyqan, por ishte ndryshe dhe atëherë si fëmijë pëlqeni më shumë. Anyway, ishte buka e gatuar me sheqer nga lart edhe vaj ulliri. O zot, nuk e di, domethënë fantastike. Edhe unë atë hëngra për mëngjes, që piva dhe vitamine, se ju kam thënë tek video tjetër që më tha marr këtë, nuk e di po ju a kam treguar, nuk e mbaj mend.
është B6 edhe B12 edhe duhet marrë dhe vitamin D. Dhe ti shikoj për një muaj nëse kjo energjia ime rikthehet dhe nuk jam kaq e lodhur ose e këputur ose përgjumshëm. Edhe ta shikojmë domethënë. Por është edhe kjo e burnout, si themi. Anyway, ika tani ta le dhe videon të bëhet upload dhe të karikoj dhe telefoni dhe ju marri me vete pastaj. Dolëm, kam veshur poshtë edhe këtë trikon tjetër që se besoj do jetë ftohtë dhe vetëm ajo trikoja me xhupin është freskët, kështu që jep. Edhe në këmbët kam veshur këto këpucët, çizmet. Si mami? Po mi Alina, skuterat e upside down house, i ngjisësh në tavan? No! Eko. Dhe atje brenda, too many people. Wow. Mommy, that's enough pizza. Enough big. E kështu më thotë Roelia, jo, Alina, jo. Alina është always ready. Edhe Daisy. Jo, me thjesht e ktheu që ta vendosi me majën lart, zemra vogël. Extra olive. Guys, can I have a Farina? Yeah. Po, mund të haj orizin, mund të ha pesh. Kjo është hera parë që unë haj një picë pa djathtë. Duket e mirë, po. Po, më ke tregu. Ja, ku është atje? E shikon një shtëpi që është upside down, shkon? What? We're not going to be walking down there. What? We're not going to... Po je me mua, mam, qa frike. Because I feel like you're not even walking. Yes, it does. Look at the toilet there and the sofa. Alina, come here. Peekaboo. Alina, wait. Po erdhëm në shtëpi, edhe është ora Po, edhe unë jam këtu. që nga fikur ora. Sa është ora me Alina që nga fikur kjo fare ose e kam fikur unë? Është ora 7 fix e mbrëmjes. Kemi dalë që në orën 10:30. Unë kam veshur pijamat. Jo që ato jeanset se më shtrëngonin. Alina më pengon ato. Ka piceta nga këto të lira se mbarojnë kështu. Miell për bukën. Yes, yours. Për bukën, do me thënë, mund bësh që duash, për miell buke kisha fjallë, no? Mora tërshër, akoma më shumë, sepse... Unë jam larga tja dhe gjua. Sepse do e konsumoj goxha tani që përmbaj kreshmet e hashkëve, edhe komposto pjeshke, pjesht në një rast që më përhat në një That is bësirës dhe një gjë. super weird. Kofsha pule me shumicë për Elin dhe Rionin. Alinës dhe i marim gjokës pule, sepse nuk i ha këto Man, vëndësha. nothing on top. Karota. Kam marrë këtë kafen, nuk është nga jo, nuk është Nescafe e shtrenjtë, është kështu instant coffee, po e mora me çmim mesatar, që ta provoj, tani që nuk e pi dot latten për shembull ose nuk shtoj qumësht, edhe kjo është kafe pak më e lehtë se ekspresi, kështu që pse jo. Se janë
6 javë sa janë edhe që ta kemë. Këto kastravecat ishte 75p1, si me thënë 750 lek. Janë të vegjël, mora 2 t'i provoj, duke qenë të mirë në pamje, kam marrë dhe një më të madh. Po thash hajt t'i provoj. Patate, sepse patatet përdoren për çdo gjë. Mommy, I want to eat potato. Cornflakes, apo që me patate mund të ha. Ja, këto mund të dit poshtë dhe shko futit e vëzve. Tell me what to put in. Po. Mora, nga këto petullat, me mjajt ose me recet bën, janë të mira për mëngjes, nuk bëhen se janë gati. This one's mine. Jo, është për të gjithë, edhe petullat vendosi aty. Mora, edhe si këto crackers, për snack ose edhe për t'i marrë me vetet e shkollat se snack ndaj njëherë. Mora një bukë, bukën e vendos mamën pastaj atje. Mora kikirik, jo nuk kikirikët po aty të rapio. Edhe një kastravec i madh. Fridge. Ta kuptoni, ky ishte i vogli, edhe ishte, ju thashi, dhe me këtë çmim mund gjesh dhe të madhin, që ishte një pound, të duket. These are both, all of them are for Po fridge. pastaj sepse më pengon frigoriferi. Na mund të kusësh këto, patatet në ngrirje, aty poshtë në ngrirje, So cold. sallat jeshile, Oh. mora një lule lakër, që dua të gjej frik të zezë dhe të provoj ta bëj dushi edhe lakrën e bardhë dhe këtë, se del shumë e mirë. Patate të ëmbla, mora një oriz, goxha të madh, portokalle, për të pastruar lavamanët, këto që janë inox, mora ca fileto peshku, 2 pica të thjeshtat, margarita. Edhe të gjitha këto, mora dhe 3 çanta, se normalisht ishte supermarket pa plan. Edhe kanë bërë 41.92. Kështu, po e ndryj njerë të ulem të qetësojmë pak, sepse mi kanë bërë njerë pak, nuk e di bërë një. It's not good for us. In a long time. Po që kemi Alina Ruaza, go! Shkojmë të parku që kemi afër shtëpis. O, qashur me bën kjo skuteri. Reli ka marrë bicikletën, Alina skuterin. Ju ka marrë edhe topin, edhe skateboards. Ha, mam. Sa qef ka të eci shpejt, o zot. Po knaqesh? Kush Rejli? është atë. You standing up. Now let's chase it. Mami, dolem për ditëlindje. Po filli shiu now. Qa kohë e zymë të është ora 9 pa një qerek. Reli do të shkonte te puna, kështu që Reli do vi me neve. Po është inside, mami, është soft play. Si nuk e pam që pikë shi. Pikë shiu. Po. Ta shikojmë, a është ajo apo jo? All the way up. All the way up, se jemi të parët që kemi ardhë. Edhe këtu hapen gjitha dyqanet në orën 10. Përveç McDonald's që ishte hapur. All the way up. Edhe po shkojmë që të shkojmë pak në toilet. Aman kur nuk shtypin dhe banjot. O, sot i madh. Should I take this one? No.
E morëm çantën e re zënjushës, atletet e reja. Are you taking a video of me? Ga. Nee, go, go. My Zimmer. Take all of the powder. Whatever this Ti të mata pak me brumin, me shkopin. We have one, like, so much of these. Ne pizza por mami. Non yato grande pizza por mami. Alina. Alina. Cool. Already drinking your coffee. I am. Hey, go Alina. Hello. Nuk e di kur ka qenë hera fundit që kam filmuar. Nga këtë koshi. E hapi me një pago nga Amazon. Kemi marrë këto kapuqat e silikonit për kokën. Edhe syze për ujë. Për ujën. Dhe me thënë... Is that mine? Janë të tua të të Can I rejë. try that? Se tash t'i fus në Pink ones. swimming lesson, edhe do t'ju bëj booking. Ved. Ow! Sorry. Go and have a look at yourself. That's so funny. Hajde meri dhe syze. Nuk e kam rregulluar mirë. Nuk të pëlqej. Nice. Ready for swimming. Let me see. Wow. Can I go? O mos flisni të gjithë për një herë. Jo ashtu mami. Take it off now. Se griset ajo. Kërpudha për vete se nuk i më njeri. No, tapat nuk provojmë këto, prit. Mom, I'm not trying that. Look I at my want to try hair color. tapat. It's okay, mami. Hey, I want to try that. Të janë edhe për hundën, që ka sa mirë me të mbajt hundën mbyllur. Rael, që mos të futur ujtë. Pritë nuk e kam bën mirë. What is that? Oh my god, është me të mbajt hundën mbyllur, mos me të futur. Nese, Want to show? Amita, gjus. Ikni vish një robat e shtëpis. Limona, shpela. Gjatë kikiriku, thoshte që ka dhe vitaminat të tjera, por kjo është i shëndetshëm anyway, por gjithsesi. Avokado, banane. Mora dhe një si ky mjaj. Nuk e di sa herë kam bërë video dhe tani. Tomate, lule shtryve, rush, mora nektarina, të dori tani, manatera, çorape për vete, se blej për gjithë familjen dhe nuk blej asnjëherë për vete. Nga këto wraps, nga këto të vocklat edhe nga këto, se gjoks pule, sepse Alina nuk e ha pulen, po provojmë si mund të hajë. Në shkollë kanë një ditë që ato gatuajnë, në fakt ai është puldeti mishi. Është thjesht gjoksi i pulës së detit, i bardhë dhe nuk ka asnjë gjë nga lart. Ai duket më shumë si i bërë në avull. Edhe do provojmë tani këtë. Nëse ha ose jo, edhe e mbylla tani se nervat, domethënë këtu më kanë shkuar. Nesër është të shtuar thjesht të shkojmë futboll dhe nuk e dim që të bëjmë pastaj. Por edhe një tjetër ndërprerje. Shikoni pak sa perëndim i bukur. Oh. Wow. Fantastik. Mund ta shikosh dhe nga dhoma jote perëndimin. Shiko sa i bukur është, Alina.
Oh my god.